Holokausti fsheh miliona histori personale, histori dhimbje dhe humbje, por edhe në errësirën më të thellë ekzistojnë histori të rralla guximi, histori ku njeriu, përballë ligjeve çnjerëzore, zgjedh të mbetet njeri. Dhe mes zërave që u shuan në Europë, nga një vend i vogël si Shqipëria, u ngrit një tjetër zë. Ai për jetën. Në vitin 1920, hebrejt ishin pjesë integrale e shoqërisë shqiptare, jo të huaj, jo të veçuar. Në vitet 30, Shqipëria kishte rreth 200 hebrej, një komunitet i vogël, por i respektuar. Për herë të parë dhe për herë të fundit në Europë, ata u regjistruan në lirisht, me emër dhe dinjitet. Që në mesin e viteve 30, diplomacia shqiptare veproi në heshtje, por me këmbgulje. Diplomatët shqiptar ndihmonin hebrejt të siguronin viza dhe dokumente tranziti. Shqipëria u pasi një vend i sigurt, një streh dhe një nyje shpëtimi. Në vitin 1926, Lidhja e Kombeve, pararencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i njohu Shqipërisë autoritetin për të qenë në vend tranziti për hebrejt e përndjekur. Ky ishte një akt i qartë të besimit ndërkombëtar dhe një konfirmim i rolit humanitar të shtetit shqiptar. Ky vizion u konkretizua më tej në vitin 1930 me heqjen e ndërsjellë të vizave mes Shqipërisë dhe Austrisë përmes shërbimit konsullor shqiptar në Vjenë. Mes viteve 1931-34, Mehmet Bey Konica dhe ambasadori amerikan Herman Bernstein arritën marrëveshjen Bernstein-Konica, që parashikonte pranimin e 500 familjeve hebreje, një akt besimi te jeta dhe tek njeriu. Në vitet 1934-35, komisioneri i lartë i Lidhjes së Kombeve, James McDonald, në negociata me ministrin e jashtëm Xhafer Bey Vila, mundësoi që Shqipëria të shërbente si tokë tranziti për hebrejt drejt Amerikës. Në Berlin, Rauf Fico paralajmëronte për rrezikun e menjëhershëm ndaj hebrejve. Në Rom, Dimitër Berati përballoi presionin fashist. Në Londër, Çatin Saraçi zhvilloi bisedime me Winston Churchill për zgjidhje humanitare. Edhe nën pushtimin nazist, Shqipëria refuzoi dorëzimin e listave të hebrejve, sepse shpëtimi nuk ishte vetëm punë shteti. Ai lindi nga besa, kodi shqiptar i nderit që thot, kush kërkon streh, duhet mbrojtur me çdo kusht. Në fund të luftës së dytë botërore, Shqipëria ishte vendi i rreth 2000 hebrejve. Shqipëria mbeti i vetmi territori pushtuar nga nazistët, ku popullsia e hebreje u rrit, sepse ndonjëherë diplomacia nuk është vetëm protokoll. Ajo është muri i fundit mes jetës dhe shfarosjes. Dhe kur zgjidhet morali mbi frikën, edhe në errësirë, drita mund të fitojë.